Lufta që kishte me Talo Çelën dhe vrasja makabre e vllait të tij Bujar Çela ishte pjesë e dëshmisë që i penduari drejtësisë Erjon Alibej rrëfeu këtë të martë përpara gjykatës. Alibej nuk kurseu akuzat dhe ironit për armikun e tij të përbetuar Talo Çela. Flia dhe zgjohesha vetëm për Talo Çelën, sepse ai ishte kryesori. Ishte nga ata trima që rrinin vetëm në Dubai dhe nuk vinin në Shqipëri. Këta i hodhën poshtë si qenë njerëzit e vet. Për shkak të vështirësive për të gjetur dhe për të vrarë Talo Çelën, Alibej tregoi se ishte më e lehtë për të ekzekutuar vëllain e tij Bujar Çelën, ngjarje ndodhur më 17 tetor të vitit 2020. Bujar Çela ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës. U angazhuan çunat e Fushkrujës, Besian Xhixha dhe Enver Diva. Ditën e ekzekutimit kanë ardhur me një Renault ngjyrë qumshti. Kanë pritur fillimisht te shtëpia e Bujarit. Një komshi i pa dhe ata u tërhoqën. U larguan nga zona dhe më pas u afruan te lokali ku ndodhej Bujari. Pasi e kryen krimin, më ka shkruar Nuredini në sekond, mbaroi Bujari. Gjatë seancës pati përplasje të ashpra mes Erjon Alibejt dhe të pandehurit tjetër Julian Hoxha, debati mes tyre nisi në momentin kur Alibej tha se Hoxha e informonte me aplikacion të koduar nga burgu. Kaq mjaftoi që Hoxha ta krahasonte me një prej të penduarve të Cosa Nostrës në Itali, Tomaso Busheta. Pas vrasjes së Emiliano Ramazanit, vendosaj që arma e krimit të vendosit e shtëpia e Bujar Çelës. Giuliani më jepte informacione. Unë kam qenë në shtëpi. I sigur që ke folur me mua o Tomaso Busheta? Nga ana tjetër Julian Hoxha hodhi poshtë akuzat sa i ka qenë i përfshirë në vrasjen e Bujar Çelës. Tregoje pak si e pyesje Megi Kilën për Emiliano Ramazanin. Pse nuk e përmend Megi Kilën, dashurinë e shekullit? Sa për vrasjen e Bujar Çelës, unë nuk kam qenë në shtëpi. S'kam lidhje fare me këtë ngjarje. Le të mbaroj ai deklarimet se kam edhe unë për të folur për të. Julian Hoxha akuzoi prokurorinë Elbasanit dhe policinë pasi sipas tij vrasja e Bujar Çelës mund ta ishte parandaluar, por institucionet e drejtësisë ishin të lidhura me Alibejn.